Vllaznia është rikthyer në krye të renditjes pas një fitoreje të rëndësishme në stadiumin Loro Boriçi, kuqeblut mposhton Partizanin me rezultatin minimal 1-0 në një përballje të fortë dhe të luftuar nga minuta e parë deri në fund. Goli i vetëm i takimit u shënua nga Lirim Kastrati në minutën e 33. Pas ndeshjes, zëvendës trajneri i Vllaznisë Ergi Borshi u shpreh shumë i kënaqur me paraqitjen dhe rezultatin e skuadrës. Normalisht e emocionuar kur luan Shkodër përballë publikut shkodran, gjithmonë është emocional edhe shoqër zoti çdo gjë shka jashtë se e kishim planifikuar. Ka herë edhe ta imponon në ekipi kundërshtar me u tërheq pak mbrapa edhe dëshira për me bë mirë, dëshira për me fitu ndeshjen, dëshira me marr vendin e parë prap. Por nuk mund të them që ishte taktik. Ishim përgatit me ndaj blok mesëm me zonë me kundërshtim të shpejt Partizanin. I kishim rastet sepse 2-3 herë kallua Komala u shfaqen para zonës, por duhet punoj më shumë për ta finalizuar edhe me mbyll ndeshjen më shpejt. Sidomos në pjesën e parë sepse i kishim mundësi. Në krahun tjetër, trajneri i Partizanit Oltjon Kornaja vlerësoi kundërshtarin duke theksuar se Vllaznia është ekipi i momentit dhe se kjo humbje nuk përbën dramë për skuadrën e tij. Partizani luajti dha maksimumin, u goditën në një rast ose dy raste që kishte Vllaznia pjesën e parë dhe pjesa tjetër pastaj luajti nëse s'tem ne mos super lutem si të barabartë, u luajti një futboll i bukur, një ndeshje e mirë për gjithë tifozët dhe rezultati i shkoi në favor Vllaznisë, kjo është jo i suksesa. Në Shkodër luhet futboll, ekipi i Vllaznisë është ekipi i momentit në këtë moment, nuk besoj që do na ndikojë shumë, ne do vazhdojmë të jemi aty në luftën aty. Ka dhe shumë ndeshje, pikat aty janë, ne do vazhdojmë luftën tonë. Lojtari i ndeshjes u shpall Sherif Kallaku, i cili deklaroi se fitoria dhe rikthimi në krye të renditjes janë një kënaqësi e veçantë për të gjithë grupin. Po normalisht trofeu është i shtys, është çmim që t'jep motivim, por më shumë i lumtur jam që arritëm të jemi me pikë barabartë tashmë në vendin e parë dhe kemi pasur securi mjaft mirë dhe ç'ishte më e rëndësishme ishte që mos pësonim gol. Kjo ishte fitoria 4 radhazi për Vllaznin në kampionat, me kuqeblut që barazohen me pikë me Egnatian dhe konfirmojnë formën e shkëlqyer, duke e fluturuar drejt kreut të renditjes.